Bianca, përvoja juaj e parë në Shqipëri, si po e kaloni? Për ditë para dhe ambientimin me skuadrën tuaj të re. Your first experience in Albania, how has it been so far and how were you able to adapt to the team? It's been really fun so far. Everyone has been very welcoming and kind, and it was definitely like a culture shock for me at first, but I feel very at home. Ndihem shumë mirë, është një emocion me najt me këto vajza, me kalu kohë me këto vajza, ka qenë pak ndryshim kulturet, por tani kam fillu duke u ambientu. Çfarë ju bindi për të ardhur në Shqipëri dhe konkretisht te Vllaznia? What convinced you to come to Albania, especially at Vllaznia? The opportunity to play at a higher level, and playing professional soccer was always a dream of mine growing up, so this was an opportunity to make that dream a reality. And Vllaznia is like a well-known club in Europe, and it's an honor to be able to represent. Vllaznia është një ekip i madh në arenën europiane dhe kjo është një mundësi e mirë për mua për të luajtur në nivelet më të larta. Përvojë tashmë të shëroni edhe golin e parë me Vllaznia në ndeshjet e fundit. Ka emocione për Biancën? You experienced scoring your first goal here. How did you feel? It felt really good to score my first professional goal representing Vllaznia, but it felt better to do it together as a team, and also to assist my teammates in scoring. Unë ndjeva shumë mirë pasi arrita të ndihmoj ekipin, jo vetëm me golin, por edhe me asistin. Ka gola premtoni dhe në fund të sezonit, duke pas parasysh se keni edhe dy sulmuese të mirëfillt në skuadër, si Megi Doçi dhe Claudia Borçi. How many goals can you promise till the end of the season? Even though you're playing against two really good attackers like Megi Doçi and Claudia Borçi. I can't promise I will score as many as Megi Doçi or Claudia, but I hope to be third or second. Nuk mund të premtoj thot që do të shënoj me shumë gola se Megi ose edhe se Claudia, por shpresoj të jem e treta në listë ose ndoshta e dyta. Te Vllaznia e mësuar me titull kampion. Bianca me zepret titullin e saj të parë në Shqipëri. At Vllaznia we're used to winning the titles. How excited are you about that part? I'm very excited, and I'd love to help contribute to the win, but it's not like the only reason I came here wasn't to just be part of a winning team. It was also to learn from the staff here and grow as a player. Jam emocionuar, por nuk është kjo arsyeja vetme që kam ardhur këtu, por kam ardhur për të përfituar sa më shumë nga vajzat edhe nga profesionalizmi i stafit. Suksese! Good luck.